Të dashur shikues, përshëndetje, sot do të takohemi me një format pak më ndryshe, me një intervistë speciale, kushtuar edhe një teme speciale. Në fakt, po të fjalë për çështjen Çame, nuk është përvjetori i gjenocidit Çam, por megjithatë shoqëria civile ka arritur që ta mbajë gjallë gjithmonë, domethënë këtë çështje kaq të rëndësishme shqiptare. Atëherë Çamëria pra pajtojmë gjithë se mbetet plaga më e madhe e çështjes shqiptare deri më sot, një rajon shumë i rëndësishëm i cili ka përjetuar një spastrim etnik që nga luftrat ballkanike deri në luftën e dytë botërore, përfundimisht kur ndoshta mund themi se është pastruar tërësisht, por mbetet megjithatë një çështje kontestuese mes Greqisë dhe shtetit shqiptar. Atëherë, ne sot në studio do flasim me dy figura të cilat janë aktivistë të çështjes Çame dhe të cilët e kanë ngritur zërin gjithmonë në forma të ndryshme për këtë çështje dhe kemi nderin që të kemi në Shkup, me cilët do flasim gjërësisht edhe për aktivitetet e tyre, por edhe në përgjithësi për çështjen historike dhe politike të Çamërisë. Me mua në studio Luan Rama. Zoti Rama, mirë se erdhët. Luan Rama është një figurë shqiptare, i kulturës shqiptare, i njohur do thotë për kontributet e tij si shkrimtar, diplomat, kinast, publicist dhe përkthyes. Dhe po ashtu kemi edhe Alket Veliun. Zoti Veliu, mirë se erdhët. Faleminderit ftesën. I cili është aktivisti i çështjes Çame dhe themelues i fondacionit Çamëria Hasan Tahsini. Mirë se erdhët në Shkup, zoti Rama. Çka ju solli në Shkup? Ne na solli një aktivitet që organizohet nga fondacioni Çamëria dhe për mua është hera e parë që vi në Shkup për një aktivitet të tillë. Kam qenë më përpara, por sigurisht është një kënaqësi gjithmonë për të qenë këtu në kanalin tuaj televiziv dhe për të folur për një çështje që është shumë e ndjeshme për ne shqiptarët e Shqipërisë. Kështu që ne do të flasim për këtë temë, do të flasim gjithashtu edhe për një punë time filmike, po edhe studiuse dhe poetike lidhur me familjen Dino. Patjetër. Unë do doja, sigurisht do kalojmë në temën e aktivitetit tuaj bashkë me zotrin Veliun, por çka ka mbetur nga Çamëria? Ka mbetur ndonjë shqiptar atje? Nga Çamëria kanë mbetur. E para kanë mbetur ato shtëpitë gërmadhat braktisur, e kupton, që nga koha e masakrave që ka ndodhur në 1944, 1945. Po të shikosh, në fakt këto gërmadha nuk i kanë parë evropianët, sepse zona e Pirit është një zonë e Thesprotisë, e Çamërisë të kësaj kohe, është një zonë që nuk ka evropian që të shohin me sy këto. Edhe nëse do të bëhesh një gide e gërmadhave që ekzistojnë atje, do të ishte një gjë e habitshme dhe revoltuese. Pse? Sepse janë shtëpitë e gjithë këtyre çamëve, mijëra çamëve që janë detyruar që nga masakrat të vinë në Shqipëri, në tokën mëm shqiptare, pa edhe ajo ishte tokë e tyre, sepse ishte tokë shekullore ku kanë banuar shqiptarët. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme, është çështje e trashëgimisë, çështje e gjuhës, çështje e një historie të tërë shekullore që ka ndodhur. Për shembull, po të marrësh deri para se të bëhesh lufta e Kosovës, ne kishim dy probleme. Problemi i Kosovës dhe problemi i Çamërisë. Në trungun historik nacional, domethënë Shqipërinë nuk mund ta ndaje nga Kosova dhe nga Çamëria. Çamëria nga një politikë e megaloidese, si thuash, nacionalizmit grek, u bë e tillë që të harroj, të heshtej, të mos flitej më për Çamërinë. Po kështu ishte edhe problemi që u mbyllën kufit midis Greqisë dhe Shqipërisë që në 45-ën. Por tashmë me hapjen e kufive, si thuash, ka filluar një epokë e re. Ne me Greqinë jemi shumë të interesuar të kemi marrëdhënie shumë të mira. Fondacioni që drejton zoti Veliaj
është një fondacion me një optik evropian, me një politik, me një optik të hapur, nuk flitet për ndryshime kufish, po flitet vetëm për një bashkëpunim. Mirë po, nga njerë, domethënë çështjet zgjidhen dhe ka një mirë kuptim dhe një bashkëpunim në kuadrin evropian, kur disa probleme historike duhet të zgjidhen. Unë i kam adresuar një letër para disa javësh kryeministit Mitsotakis, të cilit i kam kërkuar në emër edhe të fondacionit, që t'i kërkoj falje. Greqia duhet të bëjë një falje zyrtare, të kërkoj falje për masakrët që janë bërë në 44-45. Mirë po deri tani Greqia ka heshtur, edhe nuk e ka pranuar këtë gjë. Kështu që problemi Çama është shumë sensibël. Po supozojmë që ka vullnetin e mirë kryeministi i Greqisë dhe të kërkoj falje për gjenocidin, unë do e quaj të çështjes. Sigurisht. Çame. Pastaj çfarë? Si mbetet çështja juridike e atij territori për shembull? Është në integritetin e Greqisë? Pikë së pari, çështja është çështje politike. Dhe prandaj është e nevojshme dhe mendoj që do të ishte një hap i parë i duhur në drejtimin e një vendosje të marrëdhënie fqinësie të mirë mes shqiptarëve dhe grekëve. Ndaj falja do të ishte kërkimi ndjes hapi parë dhe parashikon që pranon që ka ndodhur një krim, se deri më sot ata heshtin, ata thonë sigur nuk ka ndodhur asnjë gjë në Çamëri. Ndaj besoj që po të ndodh ky hap, të hidhet ky hap nga ana e leadershipit grek, besoj që çdo gjë tjetër do të vijë dhe do të trajtohet në mënyrën e duhur. Kuptohet, thash, është një çështje politike, pra kërkon dhe zgjidhje tjetër politike, por edhe në aspektin e të drejtave të njerëzit, padyshim ka nevojë për të trajtuar që ajo që është baza është e drejta për të kthyer në shtëpitë tona. Kjo është e drejta bazë. Pastaj nga kjo burojnë dhe të drejtat të tjera të shqiptarëve në Çamëri. Shqiptarët e Çamërisë, të cilët do të thotë tani më jetojnë në Shqipëri apo ka dhe në Turqi apo jo. Ato kanë tapite pronave të veta aty? Po, shiko, unë do të doja të kthesha pak tek pyetja e parë që bëhet lidhur me çfarë ka mbetur atje në Çamëri. Se lidhet dhe me këtë që sapo ju tha. Mos harrojmë që atje sot janë një numër shumë i madh i shqiptarëve ortodoks, të cilët Greqia, shteti grek gjatë këtyre 80 vite është përpjekur që t'i asimiloj. Dhe nëse ju do të shkoni sot në Çamëri, ju do të shikoni që atje flitet shqip. Nëse shkoni në park, nëse shkoni në Gumenic, apo në Vol, apo edhe në fshatrat në futën një thellësi, atje flitet shqip. Pra, nuk e ka arritur akoma sot e kësaj dite shteti grek të asimiloj identitetin, gjuhën e shqiptarëve që jetojnë atje. Pavarësisht që presionet kanë qenë të jashtëzakonshme. Mund të them që ka patur dhe dënime dhe burgime dhe gjoba për ata që flisin shqip gjatë këtyre 80 vite. Dhe përsëri gjuha shqipe ekziston. Pra ka mbetur gjuha shqipe përveç gërmadhe. Por ka mbetur edhe varret e stërgjyshëve tanë. Por janë dhe ca të vrarë të tjerë për të cilët i kemi pa varre, por janë atje. Flas për krimet që janë kryer në 44-45. Ndaj nëse do kthehemi tek pronat dhe tek tapit, një pjesë e madhe e çamëve i disponojnë tapit e tyre, por në bazë të vendimit të qeverisë greke, pronat janë në një sekuestro konservative, pra shteti grek as i merr, as nuk i jep ato prona. Janë me status quo. Por kjo është një çështje pronësore që nëse politikisht çështja zgjidhet, çështja pronësore besoj është çështja më e thjeshtë për të marrë rrugën e duhur në bazë të çdo lloji të drejtë mbi pronën. Strama, po. Një gjë personale, kupton me që se vim tek edhe problemi i drejtave të njerëzit. Nëna ime është çame. Dhe ata ikën në kohën e luftës. 40 vjet nuk kishte marrëdhënie diplomatike me Greqinë, lidhje etj etj. Dhe ata nuk arritën dot të ktheheshin. Ëndra e gjyshës time ishte të ktheheshin në shtëpinë e saj. Ëndra e nënës time ishte të kthehej në shtëpinë e saj, të shikonte pragun e shtëpisë. Mirë po, Greqia gjithmonë i kthente mbrapa gjithë shqiptarët që kishin lindur në Çamëri, ku kishin lindur në pasaporta, ajo i kthente mbrapa. Kështu që kjo mënyrë
ishte një mënyrë shumë abuzive dhe shumë nacionaliste e Greqisë që nuk lejonte shqiptarët të shkonin në shtëpitë e tyre. Dhe një nga temat e rëndësishme që ka trajtuar edhe fondacioni është kthimi në shtëpitë e tyre, domethënë të shkojnë, nuk për shembull, edhe para 2 muajsh ishte një djalosh nga Suedia bashkë me familjen e vet, me fëmijët e vet, shkoi të shikoi shtëpinë e gjyshëve të vet. Dhe shkoi në fshat të Çamërisë. Shkoi atje, policia e mori me njëherë, e mbajti në polici, pse fotografon këtë shtëpi, po tha shtëpia e gjyshës tim, i tha. Duhet të them edhe me njëherë i thanë largohu. Domethënë këto janë akte, domethënë të jashtëzakonshme që nuk mund ndodhin në një shtet evropian. Nëse Greqia është një republikë, domethënë që është pro-Evropës, është një shtet evropian, duhet të zbatojë gjithë konventet ndërkombëtare. Ajo nuk, kur vjen puna për çështjen e Çamërisë, nuk ekzistojnë konventet ndërkombëtare për Greqinë. Mund të them edhe diçka, të shtoj diçka këtu, Greqia është i vetmi vend që nuk lejon të lindurit në shtëpinë atë shtet të vizitojnë shtëpinë e tyre. Ka ndodhur në Europë, ka dhe raste të ngjashme, siç janë italianët e Istриas, sudetët që kanë jo ngjashmëri identike, por ngjashmëri në drejtim të dëbimit nga shtëpitë e tyre, por të gjithë kthehen dhe vizitojnë shtëpinë e tyre. Greqia është i vetmi vend në Europë i cili nuk lejon një të lindur në shtëpinë e vet në territorin e sotshëm të Greqisë që të lejojë të vizitojnë shtëpinë e vet. Nuk diskutohet as vizitë, ajo më të diskutohet për çështjen e pronës. Do të thotë kështu, shqiptarët cilët janë dëbuar nga Çamëria, pronat e tyre kanë mbetur të boshatisur apo jo? Shtëpitë kanë ngelur gërmadhe. Nuk janë kolonizuar? Ka dhe prej tyre që janë kolonizuar. Nga Grekët? Ka dhe prej tyre. Varësi të vendit, ka dhe prej tyre që janë, domethënë kanë ardhur banor të tjerë në të shtëpi. Po një pjesë e madhe, po. Familjes sime, për shembull, nuk ekziston më. Ekziston si shtëpi, po është dikush tjetër, e kuptoj. Por ka dhe shtëpi bosh shumë, dhe gërmada dhe bosh shumë. Sidomos nëpër fshatra. Po. Sa ka qenë, unë kam përshtypjen se shteti shqiptar jo mjaftueshëm, por nuk ka bërë asgjë për çështjen shqiptare. Nëse kam gabim, më korrigjoni, ju lutem. Do thotë, çfarë duhet të bëjë shteti shqiptar që disi, nëse jo më shumë, të kthehen pronat apo pronarëve autokton të tokës. Çfarë duhet bëjë shteti shqiptar? Duhet bëhet një marrëveshje politike me Greqinë. Pastaj si mbetet çështja e territorit të Çamërisë. Shteti shqiptar, gjën e parë që duhet bëj është që në bisedimet që ka me palën greke, ta fusi çështjen çame në agjendën e bisedimeve. Kjo është aja. Pra, është një çështje e cila duhet të diskutohet mes palëve, asgjë e keq nuk vjen nga diskutimi. E dyta është çfarë mund bëj shteti shqiptar në çdo institucion ndërkombëtar ku shteti shqiptar aderon, ku dhe Greqia është pjesë, padyshim që është vendi i dur për ta adresuar si çështje, për ta ngritur si çështje kombëtare dhe çështje edhe të drejtave të njeriut nëse duhet. Asgjë prej tyre nuk e bën. Asgjë prej tyre nuk e bën. Dhe është për të ardhur keq që ka degraduar, le të themi, avancimi i çështjes çame deri në atë pikë sa nëse në 91-92 kur ka pasur takime mes leadershipit grek dhe shqiptar, leadershipi grek ka qenë ish kryeministri Konstantino Mitsotakis në atë kohë, pranonte që kishte një çështje çame, por nuk pranonte kthimin e shqiptarëve të Çamërisë në shtëpitë e tyre, por për të diskutuar për pronat e la shtegun e hapur. Ndërkohë, pas 35 vitesh sot, shohim që shteti grek as nuk e pranon ekzistencën e kësaj çështje. Pra ka një degradim dhe një regres të avancimit të çështjes çame. Kjo padyshim është për fajt, unë besoj që fajtori numër 1 është shteti shqiptar dhe politika shqiptare, e cila nuk ka ndjekur një linjë të vazhdimësisë. Pra, aty ku lan bisedimet në 92-shin, të vazhdonte dhe të avanconte në këtë drejtim. Po përkundrazi, lëshimet që i ka bërë politikës greke kanë qenë, le të themi, të mëdha në dëm të interesave kombëtare dhe kemi arritur në të ditë që jemi sot. Politikanët shqiptarë në fakt kanë qenë gjithmonë në presionin e politikës greke. Dhe problemet nacionale që kemi pas ne si Shqipëri, lidhur me zhvillimin, me integrimin, me proceset e ndryshme që kanë ndodhur. Gjithmonë Greqia, atë që bëri për shembull me Maqedoninë,
e veriut, për shembull lidhur me ndryshimin e emrit e tjerë etj. Presione të tilla ka bërë qeveria greke lidhur me Shqipërinë. Kështu që edhe liderët politik shqiptar mendoj që kanë rënë pre këtij presioni dhe janë tërhequr, por ka ardhur koha tani që liderët politik shqiptar të ashtrojnë çështjen çame ashtu siç është, të angazhojnë historianët, të angazhojnë Akademinë e Shkencave, të bëjnë debate lidhur me historinë, çka ka ndodhur në Shqipëri, në Çamëri. Edhe në mënyrë që të ketë një argument historik të besueshëm dhe çështja çame të zgjidhet. Po kështu do të jenë edhe problemet ekonomike që lidhen me pronat e tjera. Patjetër. Sigurisht, unë do doja të kalojmë tani nëse mund ta them temën kryesore. Keni saga e dinajve, çamët që bën histori. Do thotë ky është drama ju do do thotë promovimi i disa librave dhe një filmi dokumentar dhe ekspozita apo jo. Atëherë, pasi që përmendet familja Dinaj, kush kanë qenë këta? Dinot kanë qenë një nga familjet e mëdha të Çamërisë. Çamëria ka pasur shumë familje të mëdha historike që kanë qenë ato të Paramithisë, të Margëlliçit, po edhe të Filatit, domethënë 3 qendra të bazë që kanë qenë në Çamërisë, ku kanë në shekujt 18-19 kanë qenë vërtet forca të mëdha ushtarake, të cilat kanë qenë të njohura nga unë kam studiuar shumë libra të historianëve francezë, të udhëtarëve francezë, të konsujve francezë dhe që flasin shumë për këto familje të mëdha. Dinot fillojnë historia e Dinove fillon në shekullin e 17-18, kemi Ali Pash Dinon, i cili arriti të bëjë ministri i jashtëm i Turqisë në kohën para lidhjes së Prizrenit dhe në kohën e lidhjes së Prizrenit ishte një nga themeluesit, si thua, të kësaj lidhje. Ka një kontribut të jashtëzakonshëm. Por mbas tij ishte Rasid Dino. Rasid Dino ishte djali i Ali Pash Dinos, i cili ishte një nga njerëzit që mbështeti Ismail Qemalin në deklaratën e pavarësisë dhe formimin e shtetit të ri shqiptar në 12-ën, dhe Ismail Qemali e nisi me mision Rasid Dino në Kancelarit e Evropës për të shtruar çështjen e shtetit ri shqiptar. Çfarë është shteti i ri shqiptar dhe cili është misioni i tij. Njëkohësisht Rasid Dino, i cili ishte një njeri shumë i kultivuar, ishte një funksionar i lartë edhe në Stamboll, në qeverinë turke, kishte 5 fëmijë, dhe 5 fëmijët ishin njerëz të talentuar. Ishte për shembull Ali Dino. Ali Dino qëndroi në Prevez, ai mbaroi si thua shkollën politike në Sorbonne dhe nga Sorbona u kthye në Prevez, u bë deputet i Greqisë në vitin 1915, ishte një njeri që u angazhua shumë në kohën e shkëmbimit të popullsive midis Greqisë dhe Turqisë dhe në kohën që Greqia donte që çamët t'i dëbonte dhe t'i çonte në Turqi si shkëmbim me grekët që do të vinin në Greqi. Ai e ngriti çështjen me forcë shumë të madhe, ishte deputet, ishte një njeri, pa ishte edhe artist, ishte piktor dhe si thua ishte një nga këta gjenite e kësaj familje. I dyti ishte Arif Dino. Arif Dino ishte një poet i jashtëzakonshëm, ishte një poet që po ta krahasoje do ta krijosoje me Guillaume Apollinaire, që ishte një simbolist shumë i madh, një nga poetët më të mëdhenj të shekullit 20 të Francës, ishte Guillaume, ishte Arif Dino. Dhe i treti ishte Abedin Dino. Abedin Dino është në kopertinën e këtij libri, ndoshta mund ta shohë dhe publiku. Dhe ky njeri ishte një artist shumë i madh, i cili erdhi në Francë, ka jetuar pjesën më të madhe të tij në Francë. Ishte një modern, një inovator, ka punuar me Picasso, me Chagallin, në të njëjtin atelier. Unë kam pasur fatin që Abedin Dino ta takoj në 1992 në Paris, ku shkova diplomat në Paris, dhe kishim një miqësi shumë interesante, kam ndjekur ekspozitat e tij dhe kam botuar këtë libër që kjo është me autobiografinë e të tëreve e familjes Dino. Familjes Dino. Ndërsa libri tjetër që keni aty është
është një poem e gjatë, lidhur me Çamërinë, është pikërisht me këto shtëpitë e bërktisura gërmadha, të cilat për mua ishin një ngacmim mjaft poetik dhe në bashkëpunim me fondacionin, me Alket Veliun, ne menduam ta bëjmë një film dhe u bë një film jashtëzakonisht interesant, mendoj, me një aktor i cili vërtitet në këto gërmadhat dhe tregon gjithë dramën dhe tragjedinë e Çamërisë. Dhe them që ja kemi arritur, mendoj, i dashur Alket, këtij misioni. Tani, çështja Çamë është merite e njerëzve vullnet mirë dhe shoqërisë civile që kanë mbajtur gjallë deri këtu. Dhe as pak e shtetit shqiptar apo diplomacisë e kështu me radhë. Ju, zotri Veliu, jeni edhe themeluesi dhe drejtor apo jo, Fondacionit Çamëria Hasan Tahsini. Kur është themeluar, cila është veprimtaria në këtë ardhen tuaj në Shkup, cili është roli i Atëherë, fondacioni ka rreth 6 vite që është në aktivitetin e vet, padyshim këto vitet e fundit të shritur gjithmonë më shumë aktiviteti për çështjen Çame, për njohjen e shqiptarëve, po dhe më tej lidhur me historinë e Çamërisë, figurave të Çamërisë, kemi marrë me botime librash, filma, kemi prodhuar drama njëkohësisht. Gjithçka ka qenë në funksion të identifikimit të kësaj popullsie shqiptare të Çamërisë. Ne sot në bashkëpunim edhe me shoqatën Vizioni M, për cilin gjerasin dhe për një të falenderoj drejtuesin zotin Shabani, pasi për çështjen Çame kemi ardhur disa herë në Shkup dhe më vjen mirë që edhe në raste, do të thënë si ky i sotshmi, të kemi një konferencë, kemi një aktivitet për Çamërinë, edhe siç e tha deri në fillim që nuk është një përvjetor apo siç kemi muajin qershor që përkujtojmë genocidin, sepse e vërteta është që kombi duhet çdo ditë dhe duhet të kujtojmë historinë tonë çdo ditë. Dhe për këtë padyshim mua vjen mirë dhe duhet ta vlerësoj dhe kontributin e shoqatës Vizioni M, me cilën ne po e bëjmë këtë aktivitet, bashkëpunim me cilën po e bëjmë këtë aktivitet. Madje ishte kërkesa e tyre për ta patur këtë aktivitet sot. Kemi aktiviteti i sotshëm e përmendi dhe zoti Luan, që aktiviteti i sotshëm është promovim të librit, do të shfaqet dhe filmi Ode për tempo që nuk ka harruar, është shumë i veçantë, është një film që ne këtë vit kemi qenë në festivalin e filmit shqiptar në Boston, që është organizuar dhe ka qenë pjesë e këtij festivali. Dhe është shfaqur njëkohësisht dhe në Kosovë, në Shqipëri, po. Pra ka një Maqedoni, patjetër duhet në Maqedoni. Duhet patjetër të shfaqet në televizionin juaj. Po unë duhet shtoja diçka që për shembull fondacioni ka organizuar edhe një konferencë të madhe në Breshja, që do të bëhet së shpejti në datën 26 tetor të këtij muaji, dhe do të jetë një konferencë e madhe ku do të merren të përfaqësues të gjitha shoqatave brenda kësaj federatës diasporës shqiptare në Itali. Njëkohësisht doja të shtoj edhe një gjë lidhur me fondacionin. Unë thash që është një fondacion humanist dhe një fondacion i hapur. Është interesante se ky fondacion, për shembull, ne kemi diskutuar që do të bëjmë edhe promovime lidhur me kulturën greke. Domethënë është një fondacion shumë i hapur. Është interesante që Greqia që bën këtë presion shumë të madh lidhur me Çamërinë, fondacioni është tjetër gjë, ka një vizion tjetër lidhur me vlerësimin e kulturës greke. Kështu që mendoj që në këtë vijë evropiane, si thua, fondacioni do të vazhdoj aktivitetet e veta dhe unë vërtet për një kohë të shkurtër që jam angazhuar ka një vit, janë bërë aktivitetet të jashtëzakonshme lidhur me Çamërinë. Po, dhe në lidhje sigurisht me Çamërinë, me fondacionin, do thotë keni ndonjë bashkëpunim me ndonjë shoqat jo qeveritare të Greqisë, për shembull, a keni pengesa të shkoni në Çamëri, sa do përmendëm për individët, por ju si... Padyshim pengesat janë, kur është për individët, për institucionet, po, është për të ardhur keq dhe sot e kësaj dite
institucionet shtetërore greke dhe qeveria greke vazhdon me një politik ndalimi të jo vetëm të lindurve në Çamëri, por edhe të aktivistëve të çështjes Çame. Ne kemi patur vitin e kaluar një rast të një aktivisti dhe shkrimtari Çam, Arben Kondit, për cilin kemi kërkuar dhe si fondacion një lloj shpjegimi që pse është ndaluar dhe ata gjen artifica nga më të ndryshmet. Pra, shumë e vështirë për të patur një lloj bashkëpunimi me organizata atje, të cilat në radhë parë dhe ato kanë frikën e tyre sepse presioni i shtetit grek është shumë i madh dhe është e vështirë që dikush atje të zhvilloj një aktivitet të vetin në mbrojtje të çështje kaq delikate si çështja Çame. Por padyshim, vëmendja jonë është e tillë që ne nuk kemi gjë e para që duhet të thosha njerëz kemi asnjë lloj armiqësie me grekët si grek, si popull. Përkundrazi mund të them që jemi rreth një shekull diçka e tillë apo edhe pak më shumë që jemi përballë njëri tjetrit për shkak të politikave qeveritare, por do të thënë dhe kjo është një lajm që duhet të promovuar dhe duhet thënë që shqiptarët dhe grekët në historinë e tyre kanë qenë krahë njëri tjetrit dhe jo përballë njëri tjetrit. Politikat, edhe kryesisht ka qenë politika ekspansioniste e Greqisë, politika e Megaloides të famshme të 1844, e cila ka bërë që shqiptarët dhe grekët t'i vendosin ballë për njëri tjetrit. Por unë mendoj dhe shoh është një realitet që nuk janë shqiptarët dhe grekët përballë, por është shteti grek përballë shqiptarëve. Kjo është ajo që duhet të thënë se kjo është e vërteta. Mos të harrojmë që kemi një numër shumë të madh albanitëve. Ne kemi projekte që për aktivitetin e tyre, për kontributet që ata kanë, edhe si fondacion do të kemi aktivitetet tona për albanitët. Janë shumë autor, përfshi dhe zotin Luar Rama, janë shumë autor shqiptar që kanë shkruar për albanitët. Pra kanë hedhur dritë mbi historinë e tyre, por janë edhe vetë albanitët që kanë shkruar për historinë e tyre. Janë vetë ata që kanë ruajtur traditat nëpërmjet këngëve, vallëve, historisë së tyre. Pra është e vështirë që të zhduket gjurmët shqiptare në Greqi sot. Një kulturë e tërë, një histori e tërë nuk mund të fshihet. Për shembull, unë duhet të thoja vetëm një gjë, duhet ta përmbledh me një thënie. Në shumë artikuj të mi lidhur me çështjen Çame, kam evidentuar këtë gjë. Thënien unë e dua Greqinë. Në sensin që ne i duam grekët, nuk është punë se i urrejmë. Por ama një çështje historike ne duhet ta vëmë në vend, t'i themi gjërat ashtu siç janë. Patjetër, sigurisht duhet një padrejtësi, thotë të gjejë drejtësinë apo jo. Dhe të arvanitasit, mendoj se më korrigjon nëse gaboj. Çështja arvanitase ka dallim nga ajo Çama apo jo? Janë si kohë. Për shembull, tani Alketi është marrë shumë gjërse, unë kam bërë një libër për arvanitasit, kam shëtitur Greqinë shumë, kam qenë në gjithë këto, në të gjitha jo, sepse arvanitasit i gjen kudo. Nga një herë kam gjetur dhe një thënie, jo vetëm ke një historian, por 2-3 historian francez që thonë gjaku i përzier. Pse? Sepse në kohën e revolucionit grek, po arvanitës ishin edhe para revolucionit grek. Dhe më thënë, lidhja ka qenë shumë e madhe. Dhe arvanitësit i gjen kudo. Kam gjetur arvanitas jo vetëm në Atik, në rrethit, por edhe në Megara, edhe në Korint, edhe në Tebe, edhe në një fshat në Majmali që shikon të Delfin, dhe aty fshati i quhesh Arvanica. Arvanica do më thënë ishin arvanitës. Dhe aty tani kishte humbur në qik gjua Shqipe, po deri në vitet 70 flitej vetëm Shqip. Duhet të them që dallon çështja Çame me arvanitën. Arvanitasit nuk janë asimiluar, por nuk janë vrarë, nuk janë prerë. Kurse Çamët u spastruan. Janë integruar arvanitasit apo jo? Po sigurisht, dhe bëjmë pjesë, për shembull, ministri i jashtëm grek, Pangalos. Ai thotë nëna ime nuk fliste greqisht, po fliste shqip. Duhet të them që ka qenë edhe një presidente, kupton që ishte 18 kryeministra ka patur me origjinë shqiptare. Që nga revolucioni deri ditët e sotme grek. Ne themi që pikërisht kjo bazë, arvanitasit një, dhe kontributi i Çamëve gjatë luftës së dytë botërore që morën pjesë në regjimentin grek
kundër nazizmit, këto dy bazat janë bazat fuqishme të bashkëpunimit tonë në këtë rrugë evropiane që kemi ndërmarrë. Sepse është shumë e rëndësishme që ura lidhëse janë pikërisht ato popullsi që lidhin dy kombet bashkë, edhe padyshim janë arvanitët, janë çamët, të cilët mund të jenë një urë shumë e mirë lidhëse ndërmjet dy kombeve, padyshim edhe minoriteti grek në Shqipëri. Pra, nëse ne sot po respektojmë vetëm drejtat e minoritetit grek në Shqipëri, dhe shteti shqiptar besoj është treguar korrekt dhe padyshim dhe ata janë në të drejtën e tyre të kenë të drejtat që janë ofruar në bazë të ligjeve shqiptare dhe ndërkombëtare, por ne kërkojmë as më shumë as më pak të ne respektojnë të njëjtat të drejta si shqiptar në flas në territorin grek. A do ishin ti them vetëm një detaj në vazh të bisedës së anketit. Unë isha në jug, në kufirin greko-shqiptar. Edhe isha kalova një fshat që quhesh Vugalat. Vugalat pash vetëm pankarta, vetëm titull greqisht. Nuk pash një fjalë që është fshat në territorin shqiptar, është minoritet. Dhe unë nuk gëzova, kupton, e ndjeva veten sikur po kaloja nëpër Greqi. Po ai ishte një fshat që ishte në territorin shqiptar. Këtë gjë nuk e gjen. Për shembull, unë ju fola para pak kohësh lidhur me toponimit. Gjithë toponimia shqipe e çamëve në Çamri nuk ekziston më. Mund të them 90-95% e toponimisë, e emrave të fshatarve nuk ekziston më. Një çam i vjetër, nëse do të shkojë në një vend në fshatin e tij në Çamri, nuk do di nga tiki sepse emrat janë krejt tjetër. Janë emrat grek të vendosur para 20, 30, 40 vjetësh. Sipas të dhënave që kam hasë në historike, nuk di tani sa mund të jetë ato, mund të jenë precis të vërteta, mirë po Çamëria ka pasur dikun rreth 70.000 para se të fillojë gjenocidi, apo? Censusi i fundit, po, ka kohën e shtetit diku Osman. tek 70.000, Në fund. 60.000 kanë qenë shqiptar, për cilëve gjysma ortodokse dhe gjysma muslimane, kanë qenë edhe 10.000 ose diçka më pak kanë qenë grek. Kjo ka qenë censusi i fundit. Sot sa shqiptar mund të ketë në Çamëri? Për shembull, keni ndonjë numër? Atëherë ata që kanë mbetur, unë përmenda pak më parë, janë shqiptarët ortodoks. Por nuk kemi në gjendje, ata atje jetojnë. Pra, nuk jam në gjendje sepse është e vështirë, asnjë census në Greqi nuk ka patur një identifikim të etnisë kombëtare të popullatës. Por ata e kanë patur vetëm e heshtur. E fshirë. Kjo është e vështirë për të patur një informacion. Po, e fshirë, është e vështirë të identifikosh. Në kuptimin historik. Por ka një gjë, unë e përmenda edhe pak më parë, nëse ju sot shkoni në Çamëri, atje flitet shqip. Mjafton pak, le të themi, të rezistoni mos flisni anglisht, se ke parasysh që këto vitet e fundit dhe për shkak të bukurive që ka natyra në Çamëri, plazhet e bukura, vende destinacione historike të jashtëzakonshme që kanë. Unë mund të përmend Dodon, mund të përmend Kalan e Sulit, ka një qytet të vjetër romak, siç është Nikopolis. Pra, janë destinacione turistike që vizitohen nga shumë të huaj, jo vetëm shqiptar. Dhe padyshim me hapjen edhe të mundësive, flas që s'ka më viza, që shqiptarët po bëjnë më shumë se 12-13 vjet që lëvizin lirish shkojnë edhe për turizëm atje, por ajo që më ka bërë përshtypje është që me heqjen e vizave edhe të Kosovës, unë kam dëgjuar këto vitet e fundit shumë miq të mi nga Kosova që shkojnë për turizëm atje dhe janë habitur sepse nuk e kanë ditur të fakt që atje akoma flitet shqip. Është interesant, është vërtet interesant. Cila do ishte, do thotë, një zgjidhje ideale e çështjes çame në raport me shtetin grek? S'ka ideale, zgjidhja një është kthim në shtëpi të veta. Kaq, kjo është një drejtë e cila nuk duhet i mohohet dhe nuk ka pse i mohohet askujt, është një drejtë. Drejta e lëvizjes lirë. Brenda pra shqiptarët nuk kërkojnë cenim të integritetit. E kemi përmendur, bëre mirë që hape dhe bëre këtë pyetje, pasi unë të them që prej 45-ës çamët u grupuan në një komitet që është quajtur Komiteti Antifashist Çam, dhe që prej atere dhe në vijim
edhe kur krya shoqata Çamëria në vitin 1991 me ndryshimin e sistemit dhe deri ditët e sotme çamët kanë qenë me kërkesë të palëvizshme, të njëjtë, të pandryshueshme. Kthim në trojet tona, kërkim ndjes për krimet e kryera, dënimin e kriminalëve dhe ne nuk kemi kërkuar kur ndryshim kufish. Asnjëherë nuk është diskutuar dhe nuk është kërkuar nga asnjë institucion i çamëve apo shteti shqiptar, do ta them dhe këtë, që të ketë kërkesa për ndryshimin e kufive. Këto janë frikra të cilat janë prodhuar kryesisht në Athinë zyrtare, doja të thoja, dhe janë eksportuar dhe në Shqipëri për të trembur njerëzit që çamët kërkojnë ndryshim kufish dhe për t'i bërë dhe të parapranueshëm për Europën, ndërkohë që ne kemi qenë shumë të qartë në kërkesën tonë. Nuk jemi për ndryshim kufish, jemi për kthim në shtëpitë tona me gjithë të drejtat që na takojnë. Është edhe një detaj tjetër që do të shtoja që në Greqia kriminalin ose kriminalët që bën masakrën në Çamëri, që bën gjenocid sipas strimin etnik, ata kanë përmendoret e tyre në Janin dhe në Igumenic. Koloneli Zerva mbahet si një shpëtimtar i Greqisë. Është e pa imagjinueshme, domethënë, që një kriminal të mbetet përmendoria në edhe sot në vendin e krimit. Në vendin e krimit. Ka dhe muze atje ku bën krimet, në paramithi edhe. Ka dhe muze në Gumenic për të. Kështu që janë gjëra absurde, të cilat janë anakronike për një qeveri demokratike, të së drejtës, të shtetit të së drejtës. Atëherë, do të thotë, politika greke ose një qeveri e nesërme greke do të bëjë ndryshime radikale në raport me çështjen çame. Qëndrim radikal, nëse do donte të ketë një zgjidhje pra për çështjen çame dhe të mos jetë një kontest mes Shqipërisë dhe kështu të jetë politike. Është dialogu politik që duhet vendosur për këtë çështje. Deri tani qeveria shqiptare është tërhequr dhe nuk e ka angazhuar këtë lloj dialogu. Tani ka ardhur koha që duhet ta bëjë këtë gjë. Për shembull, presidenti i Republikës, ne ishim në një takim me presidentin e Republikës në Tiranë dhe ushtrua ky problem. Pozicioni i leadershipit politik lidhur me çështjen çame me Greqinë. Dhe ai e pranoi dhe në fund tha, ne do të kërkojmë që Greqia së pari të pranojë krimin e kryer ndaj popullsisë shqiptare të Çamërisë dhe pastaj të shikojmë zgjidhjen e çështjeve të tjera. Mendoj se tani nuk do na dalin edhe shumë minuta tjera ne diskutojmë për çështjen çame, do thotë është një emision vërtet i veçantë për shkak se këtë vit është emisioni i dytë që kemi bërë për Çamërinë dhe është pak padyshim. Megjithatë minutazha na ka kaluar, koha tani më do thotë është e rezervuar për programacionin. Unë ju falenderoj shumë dhe ndihemi shumë i nderuar që keni zgjedhur vini në emisionin. Faleminderit shumë që na ftuat në këtë tryezë bisede, mjaft e nevojshme për atë që na shqetëson neve dhe fondacionin. Faleminderit. Faleminderit juve zot Eviliu. Dhe ne të nderuar shikues këtu do e mbyllim në këtë intervistë të veçantë kushtuar çështjes çamën. Ju falenderoj që na ndoqët dhe miru takofshim në raste të tjera.